Me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të sektorit civil, përfaqësuesve të komunave rurale dhe kryetarit të komunës së Tetovës Bilal Kasami, në Tetovë mbajt forumi rajonal për zbatimin e agjendës së gjelbër në nivel lokal për rajonin e Pollogut. Gjatë fjalimit të tij, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se sfidat kryesore me të cilën do të përballet jo vetëm Tetova, por i gjithë Ballkani Perëndimor në këtë periudhë ka të bëjë me mjedisin, ndryshimet klimatike, ambientin, ruajtjen e natyrës si dhe menaxhimin e burimeve natyrore. Duke u nisur nga këto premisa, ne punojmë që të forcojmë kapacitetet e transportit publik për të lehtësuar qarkullimin në qytet dhe reduktojmë lëvizjen e makinave, të cilat janë docit më të mëdhenj të qytetit. Në këtë drejtim, tashmë kemi edhe sinjale pozitive pasi komuna e Tetovës është vlerësuar pozitivisht nga institucionet europiane për shtimin e hapësirave të gjelbërta. Si rrjedhoi e këtyre përpjekjeve, Tetova është përfshirë në regjistrin e katastrit të gjelbër të BE-s, një njohje që tregon për kushtimin e komunës ndaj zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtjes së mjedisit. Ky vlerësim është merit edhe e qytetarëve të cilët në bashkëpunim me ndërmarrjet publike po kujdesen për të ruajtur pastërtinë në qytet, për të mirëmbajtur hapësirat publike, për të selektuar mbeturinat dhe për të informuar inspektoratet në rast të mos zbatimit të këtyre rregullave. Ndërkaq Bojana Stanojevska nga Qendra për Ndryshime Klimatike thotë se qëllimi i aktivitetit është që institucionet lokale, kryesisht komunat, por edhe sektori jo qeveritar, së bashku me sektorin e biznesit, të njihen lidhur me masat që duhet të ndërmerren në të ardhmen për të realizuar agjendën e gjelbër. Целта е општините и регионите во Македонија да се запознаат со одредбите. Qëllimi i forumit është që t'i njoftoj pjesëmarrësit me politikat dhe prioritetet e agjendës së gjelbër për Ballkanin Perëndimor, si dhe të identifikojnë sfidat kryesore mjedisore dhe zhvillimore me të cilat përballet rajoni i Pollogut. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet temave kyçe si ndotja, ekonomia, dekarbonizimi, ndryshimet klimatike, transporti, ruajtja e natyrës dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore. Një nga prioritetet kryesore të forumit është ndotja dhe selektimi i mbeturinave, forcimi i kapaciteteve të institucioneve lokale për zbatim më të suksesshëm të legjislacionit, me qëllim përmirësimin e realizimit të kërkesave që dalin nga agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor, thot Bojana Stanojevska nga Qendra për Ndryshime Klimatike. Ky aktivitet organizohet në kuadër të projektit Partneritet Rajonal për zbatim më të mirë të agjendës së gjelbër në nivel lokal, i zbatuar nga Qendra për Ndryshime Klimatike në bashkëpunim me partnerët Eco Green Movement, Geosfera, Ekoturizëm 2016 OHR, Kreativ, Fondacioni për Zhvillim Lokal dhe Zhvillim të Teknologjive Informative, Qendra Rome Kombëtare dhe Eco Action. Projekti financohet nga Qeveria e Zvicrës përmes Civica Mobilitas.